Presheva është në veri të Shqipërisë lindore, zotëri. Sazani është në Breg, është në Vlorë. Unë nga Amerika kërkoj të largoj duart nga Sazani. Unë nga presidenti Amerikan kërkoj që asaj Ivankës, që ka fëmijë me grua sërbe, që të regoj vëndën e që i thotë mos u fut atje. Unë nga Amerika kërkoj që ati që shoqit Ivankës, që thotë ti, zotëri, ti, i biri një hajduti që ka bërë disa vite burg në Amerikë, nuk ke punë në Shqipëri. Këtë kërkoj nga Amerika. Po e bëri mirë, i faleminderit dhe do ta vlerësojmë sa të jemi gjallë. Se bëri, prapë s'kemi që bëjmë. Amerika ka interesa, zotëri, po i dhe atë që do mbaroj filmin. Avokat, po ne mund të jemi edhe të privilegjuar këtu se në Serbi dështoj investime amerikan, tashmë Shqipëria është, mund ta themi në thojza, Sazani aty e mbrojtur, tokë amerikane. Sazani është tokë shqiptare, zotëri. Ka fjalë investim amerikan që ka dhe mbrojtjen dhe mbrojtjen amerikane, nuk nga prekjeri. Jo, mor zotëri, jo. Ne nuk kemi nevojë të bëj investim amerikan në Sazan që nuk vetëm të punoj njeri. Po do të bëj investime Amerika dhe cili do biznesmeni huaj dhe të vijë të bëj atje ku ne kemi nevojë. Ku ne na krijojnë mundësitë që të mos ikin njerëzit, të mos braktisin vendin edhe të kthehen të punojnë tokat e pronat e tyre. Ne këtë kemi nevojë. Ne kemi nevojë që Amerika të detyrojë hajdutët shqiptarë të kthejnë pronat, të revokojnë ligjin 7501, të kthehet pronarëve të ligjshëm. Ne jemi kthyer muhaxhir në vendin tonë. Për këto kemi nevojë neve, kemi nevojë të vijë Ivanka na djalli sëmës të bëj kështu investim në Sazan që e bën për vetë të saj. Tokën qyle ka. Kush i saj që nuk ndërton, po i dhe tokën. Vetëm një budalla se bën këtë. Berisha tha atje 2 pëllëm plazhe është tas, s'është gjë. Berisha kërkon të heqet non grata. Dhe prap do vetë tek opozitarët që marshojnë atje Skoti. Janë me të vërtet të manipuluar në mënyrë më të egër. Ata e dinë që Berisha nuk vjen më në pushtet se është non grata, përse vjen mbrapa atij, çka? Pra ju thoni që është kilometri i fundit i Berishës, jo i Ramës. I të dyve. Unë shoh kilometrin e fundit të dyve. Nëse është Amerika ajo që kemi besuar se ajo që ka qenë deri më sot na ka ngopur me luk bosh. Domethënë shpresa juaj avokat mbetet ai 90 ditëshi që u tha në fund të vitit, që për 90 ditë do kalojnë filtr të gjitha drejtuesit në Ballkan. Jo, nuk është ajo shpresa ime e fundit. Shpresa ime e fundit është të ngrihet populli të qërojë këtë klasë politike nga pushteti, ta përmbysi këtë klasë politike dhe të marrë fatet e Shqipërisë në dorë. Të ngrihen shqiptarët patriotë, shqiptarët advetarë, të dalën zot vendit, të organizohen dhe të përmbysin këta plera që kanë uzurpuar pushtetin në Shqipëri. Këtë kërkoj, kjo është shpresa ime e fundit. Po protesta e fundit, avokat, ishte protestë partijake apo kombëtare? Tallet Sali Berisha, tallet. E kuptoj që tallet. Ore, si se kuptoj shqiptarë që ai është non grata dhe nuk merr pushtet atëherë, pse vjen pas tij se këtë s'kuptoj. Të më thonë, çfarë shpresë kanë? Se do vetë edhe unë me tanë në protestë. Ata besojnë diçka avokat që i shkojnë pas atij. Budallai beson dhe kur e gënjen. Po, s'mund ta themi për gjithë ata avokat. Aty ka edhe njerëz si ndoshta me vlera që besojnë që mund. Ata njerëz me vlera të vënë atë i thon Sali Berisha zotëri ik largohu. Merri edhe këtë grupin e kriminalëve hajdutëve që kemi vete, që kanë investime me Tiranën sa të duash, dhe liro vendin. Nuk e bëjnë këtë, s'ka kush ta bëj. Se nuk dalin patriotët e vërtet. Sali Berisha është ai që shkatërroi sindikatat në Shqipëri dhe është i vetmi vend në botë që nuk kemi sindikata. Atëherë çfarë bëjmë? Pse nuk i ka sindikatat? Sepse nuk do Sali Berisha që atë protestën ta drejtojnë sindikatat, se del vetë jashtë loje. Por ka eliminuar sindikatat me qëllim që t'jetë vetë në tavë gjithmonë. Edhe të dalaj unë jam thotë s'ka njëri tjetër. Tani unë nuk mora vesh përse dollën në opozitë, në protestë. Po të rrëzojnë Ramën për Ballukun. Urdhë? Të rrëzojnë Ramën pas skandalit Ballukut, të rrëzojnë Ramën. Për këtë arsye dolën.
Edhe Berisha thotë, unë kam gabuar, i pranoj gabimet, më besoni për herë të tretë. Pse nuk shkuan të argëzojnë Ramën? Po vajtën ata atje. Ai kishte ikur. Ku vajtën? Poshtë zyrës. I than rri, Berisha tha, ai kishte frikë dhe iku. Ata protestuan. Po. U pan ato.